eklipsi Hanës do të ndodhi gjatë edhe takimit të diellit me Saturnin. Gjatë takimit të diellit me Saturnit është dielli i zi dhe gjatë kësaj periudhe kjo do të thonë që ne kemi vërtet një energji shumë të ulët. Edhe pse mund të jemi të përgjegjshëm në teori, jemi shumë të papërgjegjshëm në praktik. Nuk veprojmë ashtu siç duhet, marrim vendime të gabuara dhe kemi prioritetin për të zgjedhur rrugën e thjeshtë. Kjo na bën neve që të marrim vendime të gabuara dhe të drejtohemi në rrugë të cilat nuk kanë më kthim. Prandaj kjo është edhe arsye që të gjitha gabimet që do t'i bëjmë tani do të shikojmë rezultate siç e thash gjatë muajit shtator, por kjo është një proces vërtet shumë i gjatë dhe mund të bëhet shumë i lodhshëm nëse nuk jemi të vëmendshëm. Pak më tepër që gjatë këtij eklipsi lunar, pra eklipsit hënor, do të kemi edhe Mërkurin në ndalim, që do të jetë ndalimi para retrogradës së tij. Pra drejtuesi i këtij eklipsi do të jetë i ndaluar. Kjo për ne do të thonë probleme vërtet shumë të mëdha për sa i përket thellësisë që ne kemi në përdorimin e logjikës tonë. Pra kjo është arsye që mund të marrim dhe vendime të gabuara. Prandaj do të jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Bile këshilla ime do të ishte që të gjitha vendimet që na duhet të marrim tani, ato që janë urgjente, të marrim vetëm vendime për gjërat që jemi 100% të sigurt.